Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq të mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme, së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të nisur analizën e ngjarjeve në jetën e artistëve shqiptar, por edhe jashtë asaj. Do të flasë sot, do ta nisim sot të ditë me DJ Gimbon dhe më të preferuarin e juaj që nga vitin e kaluar, Gjestin. Siç duket, e mira po merr avash avash në jetën e Gjestit. Pas një periudhe shumë të vështirë, si në problemet të cilat Gjesti i kishte me kompanitë që bënin monetizimin dhe publikimin e projekteve të tia, një kompani e cila kishte marrë kontratën pa dëshirën e Gjestit gjatë kohës kur ai kishte qenë në Big Brother, kompania e quajtur Onima dhe situata e vështirë që ndodhi në familjen e tij, me humbjen e vllaut, me humbjen të Eldionit, një një dhimbje shumë e madhe që është në shpirtin e kësaj familje. Gjesti siç duket ka zgjedhur të gjithë këtë problemin së bashku me mikun e tij besnik Gimbon dhe në fakt është edhe një mesazh që në këto ditë nuk ka shoqëri të tilla që janë kaq besnike dhe kaq afatgjate. Sot do të nisin një rrugtim tjetër. Sot do të rikthehen drejt momenteve më të bukura në jetën e tyre. DJ Gimbo dhe Gjesti kanë punuar projekte pafund, projekte që në fakt e detyruan DJ Gimbon që të mos ishte aktiv fare menjëherë pas Big Brotherit. Të dy çunat në shtëpinë e Big Brotherit zurën një vend të rëndësishëm. Gjesti me patjetër që ishte një fitues dhe mori zemrat të gjithë shqiptarëve dhe vazhdon aktualisht t'i ketë akoma këto zemra, ndërsa nga ana tjetër DJ Gimbo apo Gëzim, një djalë vërtet siç e ka emrin, i gëzueshëm, një djalë që tregoi jashtëzakonisht vlera, një djalë që tregoi një shpirt shumë njerëzor, një djalë që tregoi një dritë të bukur. DJ Gimbo sonte së bashku me Gjestin do të publikojnë këngët e tyre të radhës. Në fakt do t'jetë le të themi një album, nuk do t'jetë një këngë, Gjesti dhe DJ Gimbo kanë punuar një album. Po të ishim në kohën e albumeve, do të quheshte një album. Sot nuk jemi në kohën e albumeve, ka ndryshuar më strategjia e muzikës dhe struktura, jemi në kohën e publikimeve në YouTube. Do me thënë nuk është një këngë, janë 5 ose 6 këngë, do me thënë nuk ka të konfirmuar asnjë gjë aktualisht nga DJ Gimbo, nga Gjesti, por nga thashethemet në fakt që fliten edhe afër njerëzve të tij, afër grupit me të cilin Gjesti punon, që është 316 Music, është një, do të thënë, një ndër kompanitë më të forta në tregun muzikor aktualisht, kanë bërë të ditur deri diku që do të thënë do të jetë një projekt shumë i madh. Do të jetë një projekt i mbushur me 6 këngë brenda. 6 këngë që jam i bindur që do të ketë 6 histori, jam i bindur që do të ketë 6 bota me ngjyra brenda atyre këngëve dhe jam i bindur që do të ketë shumë art. Tani, përse është e përzgjedhur ngjyra pink dhe çfarë simbolizon kjo në këtë këngë? A është e ndërlidhur në një këngë me Chicken Pink me Selin, e cila do të jetë pjesë e këtyre projekteve? Sepse në publikimin që ka bërë DJ Gimbo dhe Gjesti, në këngën të cilën do ta nxjerrin në orën 18, do me thënë logoja e këtyre projekteve mbart ngjyrën pink, ndërsa Gimbo është i njohur me faktin e Chicës Pink, do me thënë Selin, e cila u quajt brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do me thënë kuptohet që DJ Gimbo këtu ka përfshirë edhe marrëdhënien e tij, ka përfshirë edhe emocionet e tij të cilat i ndërtoi me vajzën që ka në krah, me vajzën që don dhe me vajzën që është duke e respektuar jashtëzakonisht shumë. Do me thënë kemi një projekt jashtëzakonisht të bukur, këngë fantastike. Unë do doja që edhe Selina të ishte pjesë e videoklipit të Gjestit dhe të Gimbos, do të ishte diçka fenomenale po të ishte pjesë e këtij grupi.
do të shkonte kënga jo miliona, po biliona klikime dhe të gjithë do të donin ndoshta ta kishin dhe Selinën afër vetes, por nuk ka një informacion të tillë, nga vetë fakti që gjithçka është pink, domethënë të lë të kuptosh që edhe Selin mund të ketë diçka të bukur në këtë projektin. Po gjithsesi DJ Gimbo dhe Gjesti duket që kanë punuar me një vullnet të papar. Jam i bindur që Gjesti punon me vullnet 2 herë më shumë se DJ Gimbo, sepse shpirti i tij lidhur me skenën, dashuria e tij e madhe për skenën, ëndra e tij e madhe për të arritur në këto skena gjigande që Gjesti ka ëndërruar gjithmonë, e bëri që të luftonte për 7 muaj me radhë, domethënë është i vetmi banor në historinë e botës që ka ndenjur kaq gjatë brenda një shtëpie dhe t'i dhuronte një emocion të jashtëzakonshëm të gjithë publikut shqiptar. Unë uroj me zemër që sonte ky projekt të merr domethënë klikime të shumta edhe pse e di, sepse fansave të Gjestit ju ka munguar Gjesti, ju ka munguar kjo mbështetje, ju ka munguar kjo dashuri e madhe që ato japin për të dhe jam i bindur që do të jetë diçka, domethënë fenomenale. Do të jetë diçka që do të na bëjë të gjithëve ta adhurojmë, do të na bëjë të gjithëve të pasionohemi pas tij. Domethënë, Gjesti siç duket rikthehet edhe një herë fuqishëm, rikthehet edhe një herë me shumë emocion pranë të gjithë shqiptarëve, ku sonte ai do të lançojë këngën e vet. Domethënë këngët nuk do dalin 5 me një herë, por këngët do të dalin një herë 1, pastaj nesër 2, 3. Domethënë është punuar një projekt shumë i fortë, është punuar një projekt i zjarrt mes DJ Gimbos dhe Gjestit. Këngë që në fakt tashmë nga java tjetër, sepse pikërisht nga java tjetër Gjesti fillon me koncertet gjigande, tashmë nga java tjetër duke publikuar çdo projekt në rrjetet e tyre sociale dhe duke kërcyer e kënduar nëpër diskoteka. Le ta presim këtë rrugtim, le ta presim këtë projekt të bukur të Gjestit edhe DJ Gimbos, le ta shijojmë në fakt këtë gjë dhe le ta duartrokasim. Nuk ka gjë më të bukur në fakt se sa të shohim dy çuna të ri, të cilët punojnë me shumë intensitet, punojnë me shumë dashuri për të sjellur një art veçantë tek publiku shqiptar. Domethënë sonte në orën 18 DJ Gimbo dhe Gjesti rikthehen sikur më parë. Një rikthim që është për t'u admiruar dhe një rikthim që në thelb është për t'u duartrokitur. Domethënë, do ta shijojmë të gjithë rikthimin e dy gjigantëve në skenë. Këtë herë me ngjyrën pink, që në kupton mund të jetë edhe çika pink.